Tradicionalisht edhe gjeli i detit bëhet me përshesh. Po patjetër që në restorante, patjetër dhe në familje, mund ta kombinoj me shijet nga më të ndryshmet. Gjithë loja është tek mbushja. Dhe një kombinim shumë i mirë i gjelit detit në kohët e sotshme dhe në muajin që ne jemi, është dhe gështenja. Mund përnushet me gështenja, që pjesa e mbushjes brendshme mund bëhet me gështenja zjera, pjesa tjetër e sipërfaqet është me gështenja të pjekura, që është një kombinim perfekt. Shkon qiqja, gjithashtu shkon arra. Unë për shembull e bëj mbushjen, më fal, e bëj me gështenja dhe me arra. Po, është perfekt. Ndërsa unë gjelin e detit mbushjen e kam bërë me moll jeshil, me qep të kuq, me karrotë, rozmarin edhe të lyer me gjalp. Po, patjetër. Shije, se do të kënaqë dhe shijet e gjithë antarëve që kanë në rrugë. Pastaj që lëshon ajo, mund të regjim përsheshin, thjesht përsheshin diçka që ai duhet bërë në çast. Në çast mund ta bësh më para, sepse shihen lezetin e përsheshit aty e ka. Por me kombinimin e këtyre përbërësve tjerë, bëhet pak më moderne, por edhe shumë e kombinueshme. Më thonë është një kombinim ideal që sa dhe ju me arrën, me gështenjën, si të zier brenda në pjesën e mbushjes, edhe në sipërfaqen e saj, që mund ta përdorësh si përshesje shkon shumë me gështenjën, që është një kombinim perfekt, por në këtë rast është i pjekur, që gështenja ti pjek më para, edhe të diçka më crispy. Po, më crispy, po. Tjetë pak më crispy, siç duhet edhe përsheshit, pa me përsi sa i qullë më pas, po që shkon më së miri. Qiqra gjithashtu është një kombinim të arra, patjetër që janë përbërës po që është edhe tradicionale, përbërë dhe moderne pjesë në restorant, po patjetër që edhe në shtëpi. Edhe si që tha me për sallatën ruse një të gjëp, një kombinim shumë i vendosin dhe shegun, si që është tradit më, që i vendosin shegun shtresën sipër sallatën ruse, që bëhet më trendi, bëhet më bukur edhe më tërheqëse. Por patjetër që baza janë këto tre përbërësit, por si shijohet në vitin e ri, nga që jemi rritur me atë idenë që sallatën ruse dhe kemi për vitin e ri, edhe s'ta shijohet më gjatë vitit. Po jo, përdoret edhe byreku që për këto zonat e Shqipërisë Mesme, burrikë me qumësht, me petatë pjekura është si tradit. Zona e kanë që edhe lekun e fusin në datën 31, po varet se si është. Qoftë të kanë edhe gjelin e detit, për shembull jugu nuk është se e përdorë shumë Juglindja, gjelin e detit, më shumë përdorin mishin. Qingjit, po ne kemi përdorur historikisht gjelin e detit, ne kemi patur si tradit këtë gjelin e detit. Ndodh që si të gjithë ne, gjithë bëjnë tavolinat e mbushura plot. Kemi atë maninë që të gatuajmë sa më shumë. Dhe çfarë ndodh në fund? Ndodh që atë gjelin e detit shumë pak merr për ta konsumuar. Hajtë nesër ne, po, çfarë ndodh? Me kalimin e ditëve ai forcohet, bëhet më i fortë. Një version tjetër më pas, që mua ka mësuar mamaja, më ka bërë në restorante dhe më ka bërë goxha efikase, është byreku me gjel deti, me lëngun e gjelit detit, me fasule pllaqi, gjalp freskët, edhe, do të thënë, pasi nuk konsumohet, gjeli detit mund ta marrësh, mund ta zish, mishin e copton, edhe me lëngun e tij bën një byrek që të hashtojt, nuk e çet. Shihet shumë e mirë kjo, nëse ju mbetet gjeli pas vitit të ri, nga data. E bënte mamaja më para, e bëra në restorant, doli shumë e suksesshme, edhe preferohet më shumë se sa gjeli byreku me gjel deti pas vitit të ri. Pas vitit të ri. Byreku me gjel deti. Që ne po synojmë që të fillojmë me supën e me këto, po që të mos e hedhim, të vazhdojmë ta konsumojmë, ta riciklojmë më të formë. Edhe është një version shumë perfekt.